gjumë, njerëzit krej, vetëm Jozefi dhe Maria janë të zgjuar me qetin fëmi. Fli me paqen qellore, fli me paqen qellore, natë e qetë, natë e shenjtë, ca barim me të shpejtë, lajmet e ëngjëjve i dëgjua, dhe në Betlehem vrapua, shpëtimtari u lind, shpëtimtari u lind. Natë e qetë, natë e shenjtë, dashuri Zoti vet, si një fosh që na u zbulua, plot hare për të na shpëtuar. Ja Jezusi u lind, ja Jezusi u lind. Emmanuel, Emmanuel, emrin e ka. Emmanuel, Perëndia është bashkë me ne, emrin e ka. Emmanuel, 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 emrin e ka. Emmanuel, Perëndia është bashkë me ne, emrin e ka. Emmanuel. Në atë kohë, unë shkoja në Kish, por nuk mund ta quaj dot vetëm besimtar. Kishin festuar këtë ceremoni e madhe në Kish, po për mua Krishtlindja e vërtet ka qenë momentin kur zbrita nga autobusi, mbas kësaj ceremonisë madhe të Kishës, edhe po shkoja në shtëpi. Shtëpinë e kisha shumë afër ndërtesës një kishe tjetër, tek kino studio ishte në atë kohë. Dhe është e bukur sepse në atë moment ata po këndonin natë e qetë, natë e shenjtë. Ishte natë e heshtur komplet dhe ishte vërtet atmosfera e asaj kënge. Unë ndalova hapat edhe thjesht po dëgjoja himnin që po këndonte kisha. Edhe vërtet, ndoshta asnjëri prej atyre që po këndonte këngën nuk e di. Domethënë që dëshmia e tyre ishte duke çarë natën, duke çarë gjithë errësirën, edhe po shkonte te veshët e kujdo që ishte rreth rrotull. Po mbi të gjitha, për mua ishte një dëshmi shumë personale dhe e madhe. Ndalova, u luta, i thash Zotit faleminderit për gjithë atë plan të jashtëzakonshëm shpëtimin që ka bërë për ne. Se të sjelli birin e vet në tokë nuk është diçka e cila është që ndodh çdo ditë. Vërtet ajo Krishtlindje për mua ka qenë një gur themeli. Edhe e bukura që vite më vonë kam takuar disa prej atyre njerëzve që ishin tek ajo kishë dhe i kam thënë faleminderit për atë këngë që e keni këndu. Edhe më ka rastisur që t'i kisha edhe në punë, edhe te punët më përpara që i kisha. Edhe vërtet ja thash me gjithë zemër, sepse vërtet më shërbeu atë natë për t'ju drejtu Zotit në një mënyrë personale. Dhe inkurajimi mund t'jetë për çdo kënd që është në përkisha shqiptare. Vazhdoni të bëni pjesën tuaj të dëshmisë. Pavarësisht se nuk e shikoni
në çastin kur po mbillet ajo farë, nuk e dini se sa do të qëndrojë edhe sa do të japi fryt, por ta dini, në dorën e Zotit bëhen gjërat të përjetshme. Edhe vërtet që secila nga shërbesat tona, sado e vogël qoftë, një shërbes Krishtlindjeje ose një shërbes e cila është e përditshme, shumë normale dhe e zakonshme, ajo mund të sjellë vlera të përjetshme të secilit prej nesh. Në momentin kur ishim duke pritur në fakt Krishtlindjen, po me bebin, sapo kishte ardha Biela, edhe veshëm me të kuqe duke si një kukull e vogël, edhe u afruam tek Pema për të bërë një foto, ishim në kish, vërtet që ndjehesh i plotësuar pastaj mbrapa. Jo vetëm se ti shikon fëmijën tënd për Krishtlindjen e parë, sheh familjen që Zoti i ka sjell, po edhe kur fillon dhe e vlerëson shumë më tepër të gjithë dimensionin e Krishtlindjes. Jezusi vjen si një foshnjë mes nesh. Po ta imagjinojmë pak, duket si një fëmijë i cili futet te krevati i madh i prindërve, futet mes prindërve, edhe këtë gjë bën me njerëzimin. Ai kërkon një vend ku të qëndrojë, edhe emblematike është që atë natë nuk u gjend vend në han për ta. Ai gjeti vend vetëm në një grasht, vetëm aty e vendosën, aty ku ishin rreth rrotullt ishin kafshët. E imagjinojmë dot se me çfarë përkushtimi dhe me çfarë dashamirësie Zoti na afrohet neve për t'i bërë pak vend. Edhe në të njëjtën formë siç neve i bëjmë vend fëmijëve tan pranë Pemës Krishtlindjes, se si na afrohemi si familje, secili prej nesh që do të vijë në datën 25, Perëndia kërkon prej nesh t'i lejmë hapësirë në zemrat tona, t'i lejojmë Zotit vend, edhe ta bëjmë atë pjesë të familjeve tona, pjesë të zemrave tona, pjesë të jetëve tona. Vërtet që ky është mesazhi që Perëndia na sjell. Unë nuk i kam festu Krishtlindjet asnjëherë, përpara se sa të besoja në Krishtin, edhe nuk e kam ditë tamam se cila është domethënia e tyne. Kështu që kur kam marrë në universitet në Shkodër për herë të parë, isha pjesë e kishës biblike baptiste dhe ajo atmosfera, realisht nuk e harroj asnjëherë, ajo atmosfera që u kriju në një kishë me këngë për Krishtlindje, me amëlsina që gratë e kishës kishin përgatitur, ne ishim studentë dhe i donim shumë këto atmosferën familjare. Ai gëzimi dhe ajo që u bë në atë takim ishte që çdo person ishte porosit që do të vinte me diçka të veçantë për Jezusin. Edhe ne menduam për dhurata materiale, po në fakt nuk ishte për dhuratë materiale, ishte një përjetim ose një vendim që ti do me marr për sa i përket marrëdhënies tane me Krishtin, me Krijuesin tan. Dhe ishte eksperiencë shumë e bukur me pa ndamjen e secilit, atë që secili prej anëtarëve të kishës ndan në atë takim. Dhe pastaj u kriju si traditë deri vonë. Një traditë shumë e bukur kjo, pra një dedikim sepse ishte ditëlindja e Krishtit. Ishte shumë bukur me përjetu për herë të parë atë gjë, nga nuk e di fare çfarë janë Krishtlindjet në një përjetim shumë personal edhe shumë të afërt. Në kohën e Krishtlindjes, dashje pa dashje mendohet për dhuratat. Pavarësisht se s'ka asnjë gjë të shenjtë në kuptimin që do të marrësh apo do të japësh dhurata, edhe ajo dëshira më e madhe e fëmijëve, sidomos, është me marrë dhurata. Ne vendosëm një vit nga që na u bë kaq, se më thënë, mezi prisnin që të vinin Krishtlindjet sepse që do të marrun, kush do të më japi mua dhuratë, edhe ju tham fëmijëve që nuk do të bëjmë dhurata këtë vit. Sigurisht që u shgënjyn si fillim, qa është kjo punë, pse ne s'do të marrim dhurate, po ne nuk jemi të varfër, edhe një i tregum arsye në fakt se pse vendosëm këtë gjë, ne tham që nuk duam që kur mendojmë për Krishtlindjen, vit pas viti ne thjesht mendojmë ç'a do të marrim për Krishtlindje. Mendojmë një herë ç'a do të japim për Krishtlindje. Edhe ju tham fëmijëve, mendoni kujt doni me i bë dhuratë, edhe
le ta shohim këtë vit edhe në vazhdim. Faktikisht ne sigurisht që e kishim pa gjithmonë në atë mënyrë, por është, thash edhe një herë, tendenca njerëzore që ti do me marrë dhurata. Dhe vendosëm që përveç se nuk do të marrim dhurata, patjetër që do të bëjmë dhurata dhe secili prej fëmijëve do të mendote për diçka që do t'i bëjë dikujt tjetër, por edhe vendosëm që natën e Krishtlindjes që ma vonë u kriju si tradit, do të dalim, do të shpërndajmë biskota, se biskotat e Krishtlindjes sigurisht që do të gatuhen gjithë muajin e dhjetorit. Do dalim dhe do t'ju japim pastruesve të rrugës në darkë, natën e 24 dhjetorit. Edhe fëmijët u kënaqën kaq shumë dhe sigurisht që majnë mend një ndër Krishtlindjet më të bukura. Thash, është shumë e vështirë me i bind që po bëjnë gjën e duhur, sepse si ka mundësi që sidomos në ditët e sotme fëmijët kanë shumë dëshirë me marr edhe janë të fokusuar te vetja. Pra shumë e rëndësishme që ne me mësu ata me u fokusu te tjerët. Qa mund bëj për tjerët, jo qa mund bëjnë tjerët për mu. Realisht gjatë gjithë muajit, po themi, të dhjetorit, pavarësisht se ka shumë impenjime, shumë aktivitete dhe ti gati me zigje në kohën me ule me mendu, por dëshira zemrës është gjithmonë me shpërnda dritën, shpresën që unë kam brenda vetes, me ju a dhënë edhe të tjerëve, qoftë me fjalë, qoftë me vepra, qoftë me aktivitetet cilat ne i bëjmë, pra me transmetua dritë që unë kam brenda vetes. Krishtlindja e parë ka qenë vitin 97 ose 98, tani nuk e mbaj më mirë, më duket në 97 ka qenë, sa isha bërë krishter, 98 nuk pagzova, dhe ishte veçantë sepse na kërkuan disa të rinjve dhe fëmijëve që ishin, unë isha adoleshent, por kërkuan të merrnin pjesë në dramën e Krishtlindjes. Edhe një personazh që kisha unë ishin barinjt. Edhe ishte diçka shumë ndryshe, shumë e veçantë sidomos për atë kohë. Të merrje pjesë ishte emocion i madh, që dilje para njerëzve, zakonisht vinin shumë njerëz në atë periudhë. Edhe ishte bekim të vetëm bëje provat, por aty rritesh edhe me historinë, duke rikujtuar se si Zoti shkoi te ky grup njerëzish, që ishin barinjt, mbase të harruar fare për shoqërinë nëpër male dhe Perëndia kishte interes dhe për ata dhe i dha madje lajmin. Thonë është një ngjarje manice në Bibël. Kështu që ai roli thjesht, por ishte shumë bekim. Edhe mbaj mend si sot me miq tanë, se ishin dhe të lagjës një pjesë që sa i njenim në lagjet, sa u njohëm në kish, ishte një program i mrekullueshëm fakt, ishte nga të parët që bëm. Në atë kohë isha adoleshent, ende nuk e shijoja të paktën pjesën një Krishtlindje familjare tamam, ose edhe pjesa e dhuratave, mbrapa kujtoj kur na jepnin dhurata, na bënin pastorët ca familje besimtarësh, unë ende s'kisha mësuar t'jepja dhuratë. Por ishte shembull i mrekullueshëm që më pas kujtoj kur bëm familje, merr një kuptim pak më ndryshe. Pak më të ngrohtë, pak më bashkësi familjare, por sigurisht edhe si familje të bësh dhurata të inkurajosh tjerën Zotin. Por i pari është ky që morën pjesë në këtë dramën. Që ishte një lloj rritje për mua, goxha. Në Krishtlindjet çdo vit ka ato veçantinë e vet, edhe sidomos kur ne jemi gjithkohë në shërbim, edhe sigurisht edhe shijojmë kohë të caktuara familjare, shoqërore, ku ndajmë gëzimin e Zotit. Një thënie që dikush ishte një periudhë që po shpërndanim erdhën disa ndihma, ishte një bekim i madh për t'i dhënë për Krishtlindjen, për familjet në nevojë. Dhe ku ka bekim më të madh se sa të shkosh te një familje dhe ti thuash kjo është një dhuratë për ty në emër të Zotit, si Zoti na deshin ne. Edhe kur po flisja me dikë, në fakt, më kujtua, tha, jam pa fjalë, tha. Si e bëni këtë vullnetar, pjesa më e madhe ishin vullnetar, një pjesë e fondeve ishin dhënë nga njerëz të zakonshëm. Edhe kur tha jam pa fjalë, të më drejtën merrën direkt në mendje, thash,
Gjo edhe mua Krishti m'la pa fjalë. Që ku ka fesë më të mrekullueshme, që vetë Zoti zbresi, vi dhuratë për ne. Kështu që çdo Krishtlindje në këtë kontekst nuk e heq dot nga mendja, është një bekim i madh i dhuratës Krishtit, por këto kur shkonte njerëzit edhe me një dhuratë në dorë, sidomos kur nuk e presin, se ne kemi dhe anën tjetër që mësohemi ka dhurata, po ishte bekim i madh. Edhe njerëzit ishin mirënjohës, ne ndam Krishtin, i dham edhe ftesë për programet e veçanta. Dhe kjo është koha e veçantë kur e përdor për ungjillizim. Dhe sigurisht pastaj edhe thash edhe koha familjare, koha me kishën është gjithmonë bekim. Një rast e shtëpia e fëmijës Libera Lulli do i përfshinim në një program Krishtlindje të këndonin 2 këngë, po zakonisht gruaja ime shërben me ditëlindjet atje, i bën fëmijëve dhe s'para siç ka rregullat shteti, jo nuk lejojmë të jashtëm, por nga që i tham do i përfshim në këtë, na ftuan, edhe shkova dhe me kitare, ata ishte periudha e festës, edhe siç janë fëmijët të egzaltuar, hajde, ulim dhe kur fillonim, praktikonim këngët Zilja Tring tringëllon, edhe ka lidhje pastaj Krishti u lind në Betlehem, mëkatet na pastron, ishte edhe kënga Natë e Shenjtë, mezi e prisnin. Ato 2 këngë do bënim, edhe është një periudhë, unë ende jo se harroj, po s'do ta harroj kurrë, po ata edhe pse s'dinin shumë, këndonin, pastaj mbaronin, vazhdonin poshtë këndonin, me zina prisnin, edhe në furgon ku shkuan për takimin, ishte një bekim shumë veçantë fakt. Edhe pa dhe mundësi ndajmë edhe historinë e Krishtlindjes me ata, ndërsa me pjesën e qendrës rezidenciale, është qendra Shpresa, e Fondacionit Shpresë për Botën, ta çdo Krishtlindje bën një drek, organizojnë, edhe aty është tamam një kohë që e shijojmë, jemi jashtë çdo lloj themin thonë za mësimi apo aty shijojmë me njëri tjetrin bisedat, ham bashkë edhe ndajnë edhe ato sfida që do bëj vitin tjetër, që është një kohë aq familjare sa edhe ende sot e kësaj dite kujtojmë histori provash, histori dramas aty dhe praktikonim, por është tamam si familje, domethënë kjo po them, që ata kanë shumë nevojë kur shohin disa familje nga ne që shkojnë dhe shtrohet një banket i thjesht, por i bekuar. Që kjo është një kohë shumë veçantë për Krishtlindje me ata. Edhe sigurisht bëjmë dhe dhurata, mezi i presim, janë mirënjohës, ne brenda mundësive tona dhe ne, por vërej që zemra me cilën e bën, edhe thamë ajo për kujdesja reale, i jep shumë kuptim. S'ka nevojë të jetë dhurata shumë e shtrenjta, po është thjesht ajo koha ndryshe, edhe kujtojmë dashurinë e Zotit si dha për ne. Dhe ne ja bëjmë qartë, Krishti dha vetën. Këto janë simbole, janë një dëshirë e mirë për shijuar një gjë ndryshe, por dhurata më shmoj është Krishti dhe për njëri tjetrin jemi ne. 2 ligje këto janë, dua e Zotin, dua e të afërm. Cheer us by thy joy.
Krishtlindja e parë ka qenë shumë një moment i gëzueshëm, një moment pritjeje. Pra ne vinim nga një periudhë ku nuk festonim asnjë lloj feste përveç vitit të ri, kështu që apo festave kombëtare. Pra në këtë sens, kur unë bëra i krishterë dhe ku ishte liria për të festuar Krishtlindjen, ka qenë e jashtëzakonshme dëshira për të qenë bashk edhe me kremtu linjën e Krishtit. Edhe gjithë ato në atë kohën tonë, në atë varfrin tonë të viteve pas komunizmit, ajo pasioni që me qenë bashk, me festu bashk, me kremtu linjën e Krishtit bashk, ka qenë moment që kalon gjurmë, dhe me thënë. Pra ideja që në fakt Krishtlindja ka të bëj me një familje. Në këtë rast familja Zotit, por ajo është mesazhi që evokon që Krishti erdhi për të na bërë bie të tij në familjen e Perëndis. Krishtlindja ka qenë një nga këto momente, Krishtlindja e parë, ku ka ravizu, ka me vërtet skicu atë lloj kuptimi që mbart Krishtlindja. Viti 2019, në fakt fix 6 vite më parë, vendin tonë patën një tërmet, që ishte goxha si thush me pasoja, sidomos në këtë zonë e Shqipërisë mesme dhe në Durrës, më specifikisht ku unë kam shërbyer. Ideja e atij viti që më i mend është si mund të komunikosh festen dhe atë frymën e gëzimit të Krishtlindjes me një bashkësi, por edhe me një popull, me një shoqëri e cila ishte duke vujt ato pasoja, atyre 2-3 javë, tërmeti ka qenë 26 nëntor, atyre 2-3 javë me një herë mas tërmetit. Dhe më i mend si mesazh që përcolëm në atë periudhë, që në fakt Krishti la shtëpinë që të na jepte ne një shtëpi. Duket utopi në atë, ta flasësh në atë format, në atë kohë, në atë periudhë, por me vërtet na u kriju një bindje që Krishtlindja për atë vit ishte fiks një moment për të kujtuar vetes që ai ka ardhur na jap jetë, që të na marrë në shtëpinë e tij, ku ka dhoma plot dhe ku gjejmë siguri. Sikur se edhe vetë Krishti e citon vetën e vetë tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 14, pra në shtëpinë e Atit. Dhe kjo ka qenë një nga ato Krishtlindjet që kishte edhe kënaqësinë, por edhe sikletin në të njëjtën kohë për periudhën që ishin duke kalu. Edhe besoj që pati kuptim për bashkësinë, për kishën ku ne bëjmë pjesë. Krishti la shtëpinë e tij qiellore, vendin e lavdis, paqes dhe autoritetit, për të hyrë në një botë të thyer, që çdo njeri të mund të gjejë një shtëpi të vërtet në Perëndin. Jezusi nuk erdhi për të sjellë rati, por për të sjellë çlirim. Nuk erdhi për të na dhënë privilegje, por për të na sjellë shpëtim. Ai lindi në një grazhd, u përball me refuzim dhe jetoi pa komoditete që ne të mos mbeteshim kur pa një vend ku të përkasim. Ai u bë huaj në tokë, që ne të bëheshim bi dhe bija të mbretërisë. Çdo hap i jetës së tij ishte një çmim i paguar, që ne të kishim akses në praninë e Perëndisë tonë. Krishtlindja miqtë mi kërkon një përgjigje. Nuk mjafton vetëm të admirojmë lindjen e Krishtit, foshjen në grazhd. Ne duhet ta pranojmë atë. Shtëpia që na ofron Jezusi nuk është vetëm një premtim për përjetësinë, por një realitet për ne sot, një jetë e ndërtuar mbi besim, pendim dhe bindje. Këtë Krishtlindje le të kujtojmë se Krishti la shtëpinë e tij, që ne të mos jemi më të humbur. Ai hapi derën e një shtëpie të re ku ka shërim, ka paqe dhe fuqi për të jetuar të lirë. Pyetja nuk është nëse shtëpia është e hapur apo jo, por nëse ne do të vendosem të hyjmë brenda.
Këtë Krishtlindje, Zoti po flet. A po e dëgjon ti?